Përshëndetje. Të flasim për sa përket pikërisht datës 5 mars 2026. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme, kjo ditë e ejte, një ditë me rëndësi të veçantë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë dhe do të ndihmojnë. Po çfarë na sjell data 5 dhe çfarë duhet të bëjmë? Data 5, miqtë e mi, duket se 5 mars kemi diellin tek peshqit me një trekëndësh me Jupiterin në Gafore, që do thot shanse të mëdha, mundësi, ndihmë nga njerëz të fuqishëm ose njerëz që ju kanë vëzhguar dhe kërkojnë që ngritjen në detyrë për juve, por do keni kujdes, se shtik me dy presa. Nga një anë e keni të domosdoshme, nisni diçka, kush nuk e doj ngritje rroge, kush nuk e doj një burimtarësh të dyta që të nxjerrë me sukses diçka që ka nisur, po është e mundur. Por kjo do të thotë që zgjidhje të lehta dhe hapja perspektivesh, rritje, sukses, shkëlqim, premtime të mëdha për të ardhmen, por të jenë kryesisht të realizueshme. Ka të bëjnë shumë me ndikimet dhe çështje të mëdha, sidomos më tepër tek shenjat impulsive të lindëve të ditës së dytë, që kanë ndikime shumë të mira, edhe mundësi të arta që kanë të bëjnë, por më të detajuara që kanë të bëjnë në ndikime të mëdha që lidhet shumë për ditën e ejte, janë shigjetarët, që janë shi Jupiteri ndikimi më i madh, ka të bëjnë dashi në anën tjetër, binjakët që ndikojnë shumë dhe ujorët. Këto shenja bini pas, miqtë e mi, mos mi lini pas dore, sepse është diçka shumë e rëndësishme. Nuk e thot Jorgo, po e thon planetet. Nuk e thot Jorgo, po e thot ajo çka është, ajo çka e ndjeni juve vetë në vetveten tuaj, dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme dhe tepër ideale në gjëra të mëdha që do të keni në vazhdimsi, sepse është koha, është dhe momenti, pra momenti më kyç për ato çka bëhet, për ato çka janë, ato çka ndryshojnë dhe diktojnë. Është dhe mundësia nga njëra, sepse kur kemi gjëra që neve duam t'i rregullojmë dhe nuk na del momenti, por asi vjen ora pastaj dhe gjërat rregullohen. Prandaj dhe bëni kujdes në këto gjëra, se do dini shumë fituar. Përpara se të fillojmë parashkrimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çka ju intereson. Kemi pikërisht, unë zgjidhni paketën tuaj, numër për katës të blerjes, dhe më pas shkoni tek sekretaria. Ju hapet një dritare e vogël atje, pra, e klikoni, dhe më pas dërgoni të dhënat juaja, mos e keni dame, një keni bler paketën tuaj, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, si çdo jemi, atëherë kemi këtë butonin këtu. Çdo të mërkurë në 20:00. Pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin, e klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për përgjigje. Por nuk ndalemi këtu. Për ju që doni që më tepër informacion përveç atij mesazhi që dërgoni, atëherë në fund të emisionit, kjo bëhet çdo të mërkurë. Me një abonim të thjesht, momental, e shikoni se si funksionon atje, dhe direkt pastaj kaloni në privat dhe atje është më të pyes dhe kohën e përshtatshme, çfarë mund të duash më tepër dhe gjithçka i keni atje dhe flasim për gjithçka ju intereson. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por ju të shenjës e Dashit të duket se ka diçka shumë të madhe, shumë pozitive, në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive, tepër intuitive në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me peshore, duket perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, me kësaj Demi duket se tani për tani, jo se ka diçka që nuk shkon ose ndihet i mërzitur për gjërat e veta,
por ka diçka shumë të mirë në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin e vet, sepse ka të bëjnë me disa çështje financiare që lidhet shumë me gjërat e veta, edhe pse ka pasur probleme, ka pasur disa gjëra që nuk i ka zgjidhur akoma tani për tani, por kjo nuk varet sepse nuk janë zgjidhur për një arsye apo për tjetër, sepse këtu keni gjithë mundësitë dhe kohën e duhur juve për të nisur diçka të rëndësishme, dhe kjo zgjidhje ndodhet tani, sepse demet gjithmonë janë një hap para se çfarë bëjnë, sidomos dem virgjëresh, dem ujor është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës e binjakëve, meqenëse binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë një periudhë mjaft të mirë, një periudhë që vërtet i rregulloni gjërat siç i doni juve, edhe pse keni pasur mjaft debate, probleme të ndryshme, keni pasur në ekonomi, keni pasur në stabilizimin e financave të biznesit tuaj, por gjithashtu ka diçka shumë të mëdha që do të ndikojë në anën ekonomike financiare, por është edhe periudha më e mirë e mundshme, duke parë që juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe është një zgjidhje mjaft ndikuese dhe në vazhdimsi në kohën tuaj ka të bëjë me anën e financave, sepse lidhet me financat, jo se keni pasur diçka ju që nuk shkon, sepse kjo është një periudhë mjaft tepër pozitive, është një periudhë që ndikimet janë në anën tuaj, por unë do thosha këtë tjetrën, edhe pse ju e keni pasur disa problematika të vogla në lidhje me gjërat që nuk kanë qenë aty ku duhet, për arsyen tuaj ose për punën tuaj, por unë them që kjo periudhë është më e mira e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricjap dhe me shigjetar është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e gafores. Gaforet kanë një mundësi shumë mirë në lidhje me takimet momentale e punës, sidomos, sepse është dita mjaft e rëndësishme kjo ditë, edhe pse kanë pasur probleme të ndryshme, por unë do thosha që kjo periudhë është periudha që ndikon tani, është ndikimi më i mirë i mundshëm, edhe pse keni pasur probleme juve, jo probleme do të thonë që mund të zgjidhni çështje nga madhoret, por është një veprim mjaft i rëndësishëm dhe tepër ideal në zhvillime, në ndryshime, në kohën e duhur për nisma të reja, dhe këtë e them me bindje të plot për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse lidhet me karrierën, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse duke pasur parasysh edhe disa gjëra të tjera që ju i keni, është mundësia sepse keni kohën tuaj, keni mundësinë tuaj, keni karrierën, sepse lidhet shumë me karrierë, dhe është një ndryshim shumë i madh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot luani. Çfarë ndodh me luanët dhe pse luanët janë pak në dilemë për çështjet e tyre ose gjëra që ata jo se nuk e zgjidhin, se zgjidhin që shkeme te, por janë pak në vështërsi për sa i përket punës së tyre dhe për sa i përket disa gjërave që për momentin presin shumë, por nuk po i zgjidhin gjërat siç i duan ata, dhe mund themi që është dhe koha tani, është një kohë shumë e rëndësishme, është një kohë mjaft pozitive në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha që do të keni, por meqense tani për tani juve mundoni që t'jeni sa më korrekt në anën tuaj dhe disa gjëra të tjera që do t'i shikoni vetë gjatë rrugtimit tuaj në jetën tuaj, sepse duket se tani është koha dhe momenti i disa periudha shumë pozitive, por mund themi me bindje të plot, tani për tani keni disa mundësi shumë të mira për punën, për karrierën, për ndryshimet të tjera që do të vinë gjatë rrugtimit tuaj, dhe kjo do të thotë që disa çështje pune mund keni pasur probleme, por jo diçka për të shqetësuar, sepse edhe pse jeni mjaft të ndikuar dhe mjaft pozitive nuk e diskutoj, por mërziteni për gjëra të vogla, kështu që nuk është se ka diçka për të shqetësuar këtu. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë janë me dëmtë dhe disipar dhe me ujor të dhe dishitret. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot virgjëresha. Me virgjëreshat duket se tani e tutje do shikoni disa gjëra të reja
ku do keni mundësinë për zgjidhur për çështje problematike, do keni mundësinë për ekonominë dhe për disa gjëra që mund të kenë qenë të vështira në të shkuarën, por ideale tani e tutje, do shikoni gjërat që të rregullohen, sepse jeni në kohën më të mirë, jeni në kohën më perfekte të qenë ndonjëherë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni qenë në dilema shumë të mëdha për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës edhe disa vendimeve që keni marrë për më përpara, por mos u shqetësoni sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër ideale në zhvillime dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Bricjap duket në bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, meqenëse peshorët tani për tani duket se kanë disa dilema të tyre, por unë ju them që mos u shqetësoni, sepse shqetësimet e tilla janë pak a shumë në lidhje me punën tuaj, por meqenëse juve keni kohën tuaj, keni momentin tuaj për të zgjidhur disa ndryshime që do vinë gjatë rrugtimit tuaj të jetës, por unë them që mos u shqetësoni. Mos u shqetësoni sepse sa më shumë të shqetësoni, aq më keq është për juve, jo se ka diçka që nuk shkon, sepse duke pasur parasysh një nga komunikimi që juve keni ose momenti që juve keni, tani e tutje janë gjërat më të ndryshueshme, sepse ka të bëjnë shumë edhe me anën ekonomike financiare dhe me gjërat që do të ndikojnë, do të ndryshojnë tani e tutje, por me sa duket keni kohën dhe mundësinë e ardhmë në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me Bricjap duket në bara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akripi. Meqenëse akripët duket se nuk është se ka probleme ose kanë diçka që nuk shkon, është momenti më mirë i mundshëm për stabilizuar dhe për të kontribuar në farë mënyre për anën ekonomike financiare, për biznesin, që keni në dorë ju, edhe është mundësia në një anë me gjëra që doni të bëni për ekonominë, se lidhet shumë me ekonominë dhe kjo është pak a shumë ndikuese dhe rrezatuese për jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bënë me Dem është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët janë shumë pozitiv në anën e tyre, sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vazhdimsinë, sepse jeni shumë korrekt me ekonominë dhe stabilizimin e saj, lidhe me punën tuaj dhe me disa ndryshime shumë të mëdha që vinë drejt jush, është koha më e mirë e mundshme dhe vendimtare për jetën dhe karrierën, por në anën tjetër keni edhe mundësinë mjaft mirë në çështjet e biznesit, në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të diçit parë, me Ujorët dhe diçit të tretë, e keni mundësinë edhe pse me disa vështirësi të vogla, por do t'ja dilni, jo vetëm për arsye të punës ose të karrierës, por e keni edhe mundësinë, keni kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që thotë shenja e Bricjapëve. Bricjapi duket se tani në këtë periudhë është periudha e komunikimit, është stabilizimit të gjërave që do të bëni, dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, edhe meqenëse jeni shumë korrekt në atë çka doni të bëni dhe një nga ndryshimet që juve keni, momentet që juve keni, janë momente mjaft mira. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse gjërat i keni në kohën tuaj më të mirë dhe disa vendime mjaft të rëndësishme që do të merrni, por shikoni gjërat të vinë aty ku doni juve dhe momenti që juve keni është një moment shumë i rëndësishëm dhe prandaj mos mu shqetësoni për disa ndryshime që do vinë drejt jush, por janë në favorin tuaj. Kështu që kjo duket se e keni gjithë mundësinë në dorën tuaj, keni gjërat që do të ndikoni vetë juve dhe meqenëse ka një takim, do bëni takim pune juve tani për tani dhe është koha juaj dhe momenti më pozitiv i qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me peshore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët, çfarë ndodh me ujorët? Ujorët këtë periudhë, jo se kanë tyren, e kanë tyre që çka me te, por kanë dhe disa gjëra mjaft pozitive. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse çështjet ekonomike financiare i zgjidhin tani për tani. Por në çështjet e dashurisë pa kujdes me virgjëresë, sepse keni lënë pas dore, dhe kjo nuk është në të mirën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se
kanë ndikimin më të mirë për sa përket kësaj dite. Është një ditë shumë e rëndësishme për ndikimin më të madh sepse tregon se dielli te Jupiteri konsiderohet një datë magjike për astrologjinë, që është një ditë me fat. Jupiteri jep mundësinë dhe kohën e duhur, por këtu futen në shenjat e ujit që ndikohen, pra siç e thamë edhe në fillim nga Fori, Akrep, Peshk, Tredhiçi i dytë, ose ata kanë planete. Është një mundësi shumë e mirë edhe për juve të kësaj shenje, sepse dini shumë të fituar në këtë drejtim. Dashuria duket se me vizierë Tredhiçit parë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 5, data 5 mars 2026. Por nëse dëshironi bashkime të detajuara, astrologu.al, faqja ro shkon atje, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për kartë të vlerjes tek sekretaria, dhe atje mund të dërgoni emailin dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve, e dini më në fund, atëherë kemi këtë butonin këtu. Ndiqni hapat dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigjen gjithmonë ditën e mërkurë, ora 20:00. Për ju që doni më tepër informacion, atëherë kaloni në privat. Mbasi përfundon misioni, në privat pyetje përgjigje për gjërat që ju interesojnë, dashuria, ndarje, keni pasur, do të bashkoheni, do të nisni një punë kur shkojmë e përshtatshme, e kështu me radhë. Gjitha këto i flasim atje tek drejtarja në privat. Unë Rëpulla. Gjithë mira.